أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që I marrim nga libri Riyadus Salihin, libër të cilin e ka shkruar Imam Neveviu rahimahullahu taala, dhe në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin që flet për respektin që duhet ketë muslimani ndaj të parit të tij kur ai e urdhëron në të mira, dhe se nuk duhet t'i bindet të parit të tij nëse ai urdhëron në mëkat. Në mësimet e kaluame sqaruam hadithin e parë dhe mësimet dhe porositë që dilnin prej tij. E sot me lejen dhe ndihmën e Allahut Dhul Xhelal vazhdojmë me hadithin e dytë në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: Wa an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم متفق عليه. Thot Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, kur ja jepnim beslidhjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta dëgjuar atë dhe për t'ju bindur atij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte në gjërat që mund t'i bëni. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Pra jemi në hadithin 664 më radh që nga fillimi I librit, hadithi I dytë në këtë kapitull, që e sjell Imam Neveviu rahimahullahu taala për ta treguar këtë marrëveshje dhe këtë beslidhje që e ka muslimani me të parin e tij. Dhe kemi dhënë sqarime në mësimet e kaluara se si ndërtohet shoqëria muslimane dhe si përcaktohen raportet mes popullit dhe pushtetit. Dhe kjo vetiu na tregon se sa I hershëm është Islami me sjelljen e këtyre rregullave dhe ligjeve. Kur bota në atë kohë nuk ka ditë çka është raport, e çka është marrëdhënie, e çka është marrëveshje, e çka është beslidhje mes popullatës dhe pushtetarëve që I kanë pas ata në kohën e tyre. Edhe tregon epërsinë e Islamit dhe rëndësinë e njohjes së këtyre rregullave dhe zbatimin e tyre për të pas një zhvillim dhe mirëqenie në shoqëritë muslimane. Mirë, po këtu në këtë hadith përmendet edhe një element shumë I rëndësishëm në ndërtimin e këtij raportit mes popullit dhe pushtetit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shton një fjali që e ndërton krejt këtë marrëdhënie mbi parimin e mundësisë në ato gjëra që mund t'i bëni. Pse se krejt feja dhe obligimet fetare janë ndërtuara mbi këtë parim. Do të asnjëherë Allahu I Madhëshëm nuk e ngarkon njeriu për te mundësive të veta. Edhe çdo herë që ngarkohet me një detyrë dhe obligim dhe ka pengesa nga mungesa e mundësisë, nga paaftësia për ta zbatuar, atëherë ajo detyrë transformohet në forma tjera. Për shembull, namazin e ki obligim me fal në kom. S'mundesh, falësh ulur.
agjerimin e ki obligim në muajin Ramazan, smunesh e i smur e kompenzon ma tutje. E kështu me radhë, haxhin e ki obligim nëse ki probleme shëndetësore apo pengesë në rrugë e shty për matutje. Ande ky rregull i mundësisë në zbatimin e adhurimeve është esencial në ngarkesat fetare. Pse? Sepse Allahu dhul xhelal thot la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha, askën Allahu nuk e ngarkon për te mundësive të veta që i ka. Edhe normalisht kjo është mesazhi i parë. Mesazhi i dytë është që të gjitha obligimet fetare janë brenda kufive të mundësisë së njeriu, si rregull gjeneral. Ama si njeri ka momente kur mundësitë e tia shterën, ose zvoglohen, ose paksohen. Edhe në ato momente ka mundësitë mos me pas fuqi me zbatu si duhet, por obligimin dhe te e mbetet ma aq sa ke mundësi. Mirë po, para se me fillu me nxjerrë mësimet dhe porosit, t'i bëjmë një analizë gjuhësore këtij hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur thot Abdullah ibn Omar ibn Khattabi radiallahu anhuma, kur i jepnin beslidhjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregon se kjo ka qenë ndodhi e zakonshme, e përsëritur vazhdimisht. Nuk është një rast i izoluar. Kunna idha, ishim kur i jepnin beslidhje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që tregon se kështu vazhdimisht besimtarët e kanë ndërtuar raportin e tyre me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me këtë beslidhje në këtë formë. I kanë dhënë besë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se kanë me ndëgju atë në urdhrat e tia dhe kanë mi u bind në atë që ai urdhon sallallahu alaihi wasallam. Kjo është meselja e parë në aspektin gjuhësor. E dyta, ishim e përmend në shumës. Ishim do thot për me tregu se krejt na sigurisht kështu kena vepru. Nuk është diçka që ka bo njoni e se ka bo tjetri, e kemi bo ndonjëherë e ndonjëherë se kemi bo, por të gjithë na, se cili prej nesh momenti që jepte besë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndodhte kjo lloj domethënë, kjo lloj veprimi që ka ndodhur në atë kohë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kuzu ndëgjimin edhe bindjen me mundësi. Gjithashtu, kur flet se ishim, e jep kuptimin e zbatimit, domethënë një gjë e tillë ka ndodhur, edhe nuk është që pritet me ndodh ose me pikpyetja ka ndodhur, por sigurisht se ka ndodhur. Shifne tani çdo shkronjë edhe çdo zanore që përdoret në këto fjali të haditheve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë peshën, vlerën dhe rëndësinë e vet. Ashtu si kurse edhe në Kur'an, megjithëse Kur'an kjo është më e theksuar, se është fjala Allahu dhul xhelal, nuk ka asnjë shkronjë, asnjë bashkëtingëllore, asnjë zanore e cila është rastësisht e vendosur aty në atë kontekst kuranor. Po çdo shkronjë, çdo pikë, çdo presë që themi në gjuhën shqipe është e vendosur aty me një urtësi nga Zoti dhul xhelal. Dikun ka vav, dikun s'ka vav. Dikun ka f, dikun s'ka f. Dikun ka një shkronjë shtesë mbrenda fjalës, dikun i mungon e shkronja. Këto shembuj që janë të shumtë në Kur'an nuk janë rastësisht, as nuk janë spontanisht, as nuk janë pa rëndësi. Po të gjitha këto janë të vendosur aty me qëllim. Edhe andaj fatmirësisht dietarët musliman, të gjithë, secili nga kandi i vet, e sidomos gjuhëtarët, ata ekspertët e gjuhës arabe, i kanë elaboru këto ajete kuranore, edhe i kanë nxjerrë shesh këto dallime mes një ajetit dhe tjetrit që janë të ngjashme në shikim të parë, mirëpo gjatë analizës së shkronjave, të bashkëtingëlloreve dhe zanoreve,
është vërtetuar se ka një dallim të vogël në aspektin e ndërtimit të fjalisë, në aspektin sintaksor, që pastaj me dalë shesh se ky dallim sintaksor, ky dallim në shkronja ka dallim edhe në kuptim. Dhe kjo është madhështia e Kur'anit, që sidomos te ekspertët e gjuhës arabe, sa më shumë që i kanë lexuar këto imthira, aq më tepër janë bind se kjo s'ka mundësi, ky Kur'an s'ka mundësi me qenë fjalë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, o sigurisht është fjalë e Allahut subhanahu wa taala. E këto dallime gjuhësore nuk mundet me i vërejt një njeri që lexon Kur'anin e përkthyer në gjuhën shqipe. Sepse ato dallime nuk vërejnë në gjuhën shqipe. Ato dallime vërejnë vetëm në gjuhën arabe. Edhe andaj dallimi është i madh mes atij që lexon Kur'anin arabisht dhe e kupton atë dhe i lexon këto mësime ose këto shërime dhe atij që lexon Kur'anin vetëm në gjuhën shqipe. Megjithëse fatmirësisht Kur'ani e ka efektin e vet dhe ndikimin e vet edhe në gjuhët jo arabe. Për shembull, sa njerëz jo musliman kanë filluar me lexu Kur'anin në gjuhën e vet, të përkthyer që e jep kuptimin se ndikimi gjuhësor është shumë më i vogël i përkthyer në gjuhët e ndryshme të vogla se sa ajo që në gjuhën arabe, megjithatë kanë ndikuar, megjithatë e kanë ndryshuar, megjithatë ka arrit që ta bindë atë të bëhet musliman. Pse kjo? Sepse Kurani është fjalë e Allahut subhanahu wa taala, edhe në versionin origjinal gjuhën arabe, edhe në versionet e përkthyera në gjuhët e popujve të ndryshëm, e ka efektin dhe ndikimin e vet atëherë kur njerëzit e lexojnë. Edhe një herë këtu do e përsërisim thjesht për ta lau borxhin ton, edhe për të përsërit porosinë tonë ndaj muslimanëve që na duhet vazhdimisht për çdo ditë shumë me lexu Kur'an. Jo vetëm në gjuhën arabe për të fituar sevape, po edhe në të përkthyer në gjuhën shqipe për të marrë mesazhe. Edhe sipas asaj që na e shohim, e vërejmë se muslimanët e sotit tutë na spaku, e shohim se shumë pak lexohet Kur'an. Edhe si arabisht, si ibadet, po edhe si, do thot, njohje e porosive të Zotit. Njoftim me atë që kërkon Zoti për neve. Edhe unë jam i bindun se sa më shumë që na do lexojmë Kur'an, edhe arabisht, edhe të përkthyer në shqip, aq më tepër do frymëzohemi, aq më tepër do e kuptojmë Kur'anin, aq më tepër do të motivohemi dhe aq më tepër do shtohet bereqeti në jetën tonë. Mirë po, fatkeqësisht të ndryshime nuk vijnë me dëshira, nuk vijnë me ëndrime. Të ndryshime vijnë me vendime të prera për të ndarë nga koha jonë, nga dita jonë një kohë të caktuar, të cilën kohë na vazhdimisht do lexojmë Kur'an. Edhe arabisht për sevape, edhe shqip për të marrë mesazhet e Kur'anit. Allahu i madhëshëm gjithë neve na mësof që t'i lidhim zemrat tona për Kur'an dhe të lexojmë vazhdimisht Kur'an, edhe për të fituar sevapet nga leximi i shkronjave të Kur'anit, por edhe ajo që është qëllimi i zbritjes së Kur'anit, t'i marrim mësimet dhe udhëzimet që na vijnë nga Kur'ani. Gjithashtu, prej analizës gjysore të këtij hadithit, del shesh se çdo urdhën fetar, qëllimi i tij është zbatimi. Asnjë urdhë fetar nuk ka ardhur, do thot, për të paraqit një kallaballëk të urdhave, ose për ta thonë një fjali. Urdhat fetare të gjitha janë qëllimi i tyre zbatimi. Andaj raporti i muslimanit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtë rast, e pastaj me të parë të tyre është raport i urdhrit dhe ndëgjimit e zbatimit. Nëse ti ndëgjon një urdhër fetar, edhe e mëson si rregull, nuk përfundon raporti jot me këtë urdhër dhe rregull këtu. E ndëgjova dhe mësova, jo. Kjo është domosdoshmë minimumi. Po në momentin që ti e ndëgjon një urdhër, mas dëgjimit dhe kuptimit vjen faza e zbatimit. Nëse ti urdhat fetar nuk i zbaton, nuk fiton kur gjop të asaj që ke ndëgjuar.
Edhe andaj edhe kërkuesi I dijes, hoxhallarët e vjetër, hoxhallarët e mesëm, hoxhallarët e ri, talebët, momenti që nisen në rrugën e diturisë, nuk mjafton që ata ta shtojnë diapazonin e diturisë, sasinë e diturisë, nëse ata nuk e zbatojnë atë dituri në jetën e tyre. Se qëllimi nuk është grumbullimi I diturisë dhe mos veprimi me të, po qëllimi I diturisë është arritja te qëllimi. A qëllimi I diturisë është shtimi I adhurimit. Andaj Allahu xhela tha në Kur'an, innama yakhsha Allaha min ibadil ulama, me të vërtet më së shumti kanë frikë respekt ndaj Allahut dietarët. Edhe andaj Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu thoshte, innamal ilmu khashyetullah. Dituri është ti kesh frikë respekt Allahut. Andaj një njeri që ka shumë dituri, ama kjo dituri nuk shifet e zbatuar në jetën e tij, ajo dituri nuk I bën dobi atij. Përkundazi, ka me qenë argument kundër atij. Edhe andaj ne I themi vetes fillimisht, pastaj edhe juve vëllazi, sa më shumë që dim, edhe sa më shumë që mësojmë, aq më tepër na duhet me shtu angazhimet tona, adhurimet tona, punët tona, aktivitetet tona. Pse? Sepse dituria të ushtu duhet më ushtu punë të mira. Edhe dietarët islam të kalumen, sidomos ulemat e hadithit, janë konë shumë strekt këtë pjesë. Gjëja që kanë mësu një mesele fetare, e kanë mësu një hadith të ri të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë mësu një sunet të ri, nuk e kanë lënë pa e zbatu. Më njëherë e kanë zbatu. Nëse s'ka mu çdo herë me zbatu, s'paku njëherë njëtën të tij e ka zbatu. Që mos lejojnë ata të dobësohet feja nga ana e tyre. Edhe na kemi nevojë vetes vazhdimisht mja kujtu këto gjëra. Gjëra që I dim, ai zbatojmë. Gjëra që I mësojmë, ai jetojmë me to. Urdhat fetar, ai realizojmë. Që në këtë formë na bëjmë një analizë vetvetes, kontroll, edhe pastaj të korrigjojmë mangësitë tona dhe gabimet dhe dobësitë tona. Gjithashtu, pjesa e fundit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo kujt që jepte besën, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thoshte, mes të ta'atum aq sa të kesh mundësi, do të tregon kujdesin e madh që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj umetit të tij në momente kur umeti I tij është I paaft apo ka pengesë në realizimin e urdhave fetare. Domthon e vendosi këtë kusht. Tha, ju e jepni besën për ndëgjim dhe respekt në atë që keni mundësinë me bë. Pse se nëse unë ju urdhëj me diçka që s'mund ta bëni, atëherë ju jeni të amnestuar të falte Allahu xhelal për shkak pa mundësisë për ta zbatuar një gjë të tillë. Dhe kjo tregon kujdesin që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj umetit të tij, dashninë që kishte ndaj tyre dhe do të edukimin e mirëfillt që u jepte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muslimanëve. Dhe normalisht edhe na si hoxhallar e si prind, momentin kur e urdhëjmë xhamatin ton apo fëmijët e ton për ndonjë gjë, duhet t'i urdhëjmë me gjëra që mund t'i bëjnë ata. Momenti që na I urdhëjmë me gjëra që ata s'mund t'i bëjnë, atëherë faktikisht mos zbatimi I kërkesave tona është I arsyetueshëm për ta tek Allahu xhelal. Edhe është një rregull pastaj arabët e përdorin shpesh, idha aradta an tuta fa'mur bil mustata. Nëse don që të respektohesh, atëherë urdhëro gjëra që ata mund t'i bëjnë. Andaj nëse don për fëmijës tanë me të respektu, urdhëroje me diçka që ai mund ta bëjë. Se nëse ti urdhon me diçka që s'mund ta bëjë, atëherë ai s'mund të realizon kërkesën tonë edhe bjerë pozita jote tek fëmijët e tu. Se ke urdhëruar me diçka, ke prit ai me bë, nga pamundësia e tij se ka bë, edhe ti dështove. Edhe se ti vazhdimisht kërkon për fëmijëve tu diçka që ai s'mund t'i bën, atëherë këto ato kërkesa janë dështime, edhe fëmia fillon
mos me prit për te kërkesa të logjikshme edhe të mundshme. Edhe fillon të kërkesa tuja me ignoru. Edhe andaj Allahu Dhul Xhelal çdo herë që na ka urdhëruar neve me një urdhënes, e ka urdhëruar në suazat e mundësive tona dhe që të mos kemi ne arsyetim asnjëherë në jetën tonë se unë do falesha po s'munda. Sepse namazi është i mundshëm. Edhe nëse s'mundesh kom, siç e përmenda më herët, falesh ulur, e kështu me radhë, nëse s'mundesh kohën e parë, e fal kohën e dytë, e kështu me radhë, do thotë ti vazhdimisht ki mundësi me zbatu një urdhën të Zotit Dhul Xhelal në forma të ndryshme që ai ka caktuar feja Allahut subhanahu wa taala. Për mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte parasysh kapacitetet dhe mundësitë e njerëzve. E ky rregull është shumë i rëndësishëm në menaxhimin që quhet sot menaxhimi i resurseve njerëzore. Edhe ky rregull është i nevojshëm të gjitha segmentet e jetës sonë. Që këtë xhami, imami i xhamis, kryetari i këshillit të xhamis, duhet me zbatu këtë rregull. Aftësinë e menaxhimit të resurseve njerëzore. Se kjo xhami për të mirë mbajt kërkon domthon bashkëpunim të njerëzve mes vete që xhamia të jetë funksionale. Duhet dikush me qel me mshel. Duhet dikush me dhez me fik dritat. Duhet dikush me pastru xhami, duhet dikush me mirëmbajt do të shadërvonë e xhamis, banët e xhamis, e kështu me radhë. E tash kur të bëhesh ti imam i xhamis apo kryetari i këshillit të xhamis, ti duhesh me qenë i aftë me e vërejt aftësitë, kapacitetet psikofizike të xhamatit që i ke në xhami. Edhe prej secilit kërkojsh ndihmë në përputhje me aftësitë psikofizike që ka ai individ. Edhe kur të kiksi lloj të aftësish, atër krejt xhamatin që i ke në xhami e shfryzon për të arritur qëllimin e xhamisë. Mirë po fatkeqësisht na ballafaqohemi shpesh herë në të gjitha segmentet e jetës. Unë e përmenda xhamin si shembull, po edhe në shtëpi, prindi si prind nuk është i aftë me menaxhu me kapacitetet e familjes vet, gruas edhe fëmijëve të vet. Baba që ka shumë djemë dhe vajza të martuar, nuk është i aftë si babgjysh, si plak i shtëpisë së vet me menaxhu me resurset e asaj familje të djemve dhe rejave të tia, e fëmijëve të tyre, dhe bijave dhe ndurve dhe fëmijëve të tyre. Edhe nuk ka as strategji, e as qëllim, e as mekanizma se si ata me shfryzue për me arrit qëllime caktume, për shembull në aspektin e arsimit, se si me i zhvillu ata në aspektin e arsimit. Se cilit të ja caktu pozitën e vet ose angazhimin e vet, kush që ka mundësi mu bo, duke përcjell kapacitetet e tyre. Në aspektin fetar, kush që ka mundësi me mëri, në aspektin ekonomik, tregtisë, në aspektin e zanatit, e kështu me radhë. Nëse na nuk kemi kësi lloj aftësish për të menaxhuar këto resurse njerëzore, që secilin me orientu drejtimin që i përshtat atij dhe me nxit që ai me dhon maksimumin e kontributit në atë drejtimin e tij, atër ngelemi na të pazhvillum. Edhe fatkeqësisht kjo është njëra prej defekteve që kemi na si umet islam sot në botë. Kemi mungesë të kuadrove udhëheqëse, të cilat kanë aftësi me i zbulu resurset tona njerëzore dhe mi orientu ato, ose që themi me menaxhu me resurset njerëzore. Në organizatat e mëdha të punës, prej drejtorive më të rëndësishme është edhe drejtoria e menaxhimit të resurseve njerëzore. Shumë na zakonisht themi pare duhet për punë. Dikush thotë duhet planifikim për punë. Na themi këtë janë të rëndësishme, po ma shumë se këtë janë njerëzit që i ki, a janë të aftë mi zbatu ato planet punës. A kanë motiv ata me të qenë të më dhonë serios në zbatimin e atyre planeve të punës.
nëse kanë motiv, nëse janë të aftë, nëse te i nxit, i stimulon, atëherë gjithsesi, për një organizatë të vogël, zhvillohesh, edhe vazhdimisht drejtoria për resurse njerëzore hulumton njerëzit të aftë, me bashkangjit kompanisë tënde, edhe me shtu kapacitetin e punës që e bën. Edhe në aspektin e tavetit të vllazni, është i njëjti problem. Pak njerëz ka që hulumtojnë kapacitetet që i kemi na të njerëzve të aftë për ta shërbyer tavetin dhe të shfryzojmë ata në shërbimin e kësaj kauze. Zakonisht kemi, do thot, njerëz të cilët mund me pas dituri të madhe, mund me pas kuptim të thellë të fesë, mund me qenë orator, mirë po, janë të pa aftë me menaxhu me resurset njerëzore. Edhe andaj mbetet vetaj. Është hoxhi i madh, ka titull të madh, ka kontribut të madh, ka, domethënë, fetfaja të mira, mirë po mbetet vetë. Pse se nuk ka aftësi me menaxhu me resurset njerëzore që ka për rreth. Ose, domethënë, se këtë kjo hinë në pa aftësi, pa marrë parasysh cilë është qëllimi, nuk e duron konkurrencën, nuk e duron domethënë rivalitetin, nuk e duron faktikisht bashkëpunimin, arsyet janë ndryshme, por këtë këto në fund përfundojnë në paaftësitë menaxhimit të resurseve njerëzore. Sepse realisht asnjë punë, sado që është e vogël, nuk mund të bëhet tërësisht vetë. Të gjitha fazat e angazhimeve tona shoqërore, na jemi të domosdoshëm me ndërtu bashkëpunim me shumë njerëz edhe shumë sektore. Asnjë punë s'bëhet bashkë. Ardhja jonë në xhami, organizimi i këtij dersit kërkon bashkëpunim i disa, do të njerëzve në brenda kësaj strukture të xhamatit. Duhet me pas bashkëpunim me imamin e xhamis. Duhet me pas bashkëpunim me kryetarin e këshillit të xhamis. Duhet me pas bashkëpunim me anëtarët e xhamis. Duhet me pas bashkëpunim me pjesëmarrësit në xhami. Sepse ky projekt përveç ligjëratës e ka dhe mexhlisin e vet mas ligjëratës. Duhet dikush me marrë përsipër edhe mbarvajtjen e mexhlisit mas ligjëratës. Janë bashkëpunim i disa faktorëve që ti kur të vish në xhami ditën e shtunë me fal sabajin, me ardh dikush mas sabajit me mojt mësimin e ligjëratës. Asnjë punë nuk ndodh vetë një njeri me një njeri. Po këtë punë të tona ndodhin mes një njeriu dhe shumë njerëzve tjerë dhe fund del rezultati. E them këtë vllazni për me kuptuar se sa është më rëndësi na me pas njerëz që din me vlerësu realisht kapacitetet tona që kemi. Edhe secilit mi dhon detyrë në përputhje me kapacitetin që ka. Por kjo është ajo që neve na mungon. Edhe kjo zakonisht tregon aftësinë e udhëheqjes e liderit tek një njeri. Hoç qoftë ai, emir qoftë ai, drejtor qoftë ai, i pari i një shtëpie qoftë ai, pa marrë parasysh pozitën që ka ose emërtimin që ka, por këtu është problemi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është modeli i këtë drejtim. Edhe ai vazhdimisht është mundu me i detektu hollësisht kapacitetin e njerëzve. Edhe andaj te kjo marrëveshje, te kjo beslidhje mes besimtarëve dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka tregu këtë aftësi ku ka thonë duke pas parasysh mundësitë e juve. Sepse mundësitë e njerëzve janë të barabarta. Dikush ka mundësi më të mëdha, dikush i ka mundësi më të vogla. Ama secili me angazhu sipas mundësive që ka, është aftësia e liderit. Se është turp edhe në çmim, nëse një njeri që ka kapacitetet mëdha me angazhu me punë të vogla. Edhe kundërta është ngarkesë e madhe që njeri me kapacitete të vogla me angazhu me punë të mëdha. Edhe këtu ndodh shpesh gabimi. Edhe i thuhet do të mbytja e kapaciteteve. Dhe njeri ekspert i aftë, i vullnetshëm, e shteti nëse mja dhon detyrën e lartë duhur, shkon edhe jep një detyrë shumë të vogël. Ja humb motivin.
e mbyt vullnetin e tij, edhe nuk ja shef hajrin askush. Kjo në botën arabe ndodh shpesh o vllazni, dhe kjo është njëra prej shkaqeve të dështimit të botës arabe. Vjen një ekspert i fizikës atomike, që ka kalu dekada në studime edhe në përvojë, i lën jetën perëndim, i lën kushtet e mira që i ka dhe vjen me shërby popullin e vet, vatanin e vet. E shteti vet, nëse mi hap ati një laboratori pune, një institut hulumtimi, që ketë atë dije dhe atë përvojë që e ka marrë jashtë, ta sjellë dhe këtu dhe ta shpërndaje tek studentët e tij, shkon e bën drejtor shkollës mesme. A do të qëtë këmë bo drejtor? Kumë ke quti. Nëse me map institut, ku ka me punu me ekspert shkencëtar tjerë, tim ke bo drejtor më marrë me fëmi. E mbyt si kapacitet. Edhe njëra për luftës që i bohot zhvillimit të shteteve muslimane është kjo. E kjo hinë në atë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idha usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a. Kur i dorëzohen amanetet njerëzve jo kompetent, pritet kiametin. Se kompetenca nuk është veç negativ, është edhe pozitiv. Kur një njeri të madh si jep kompetenca, o shikoj se një njeri të vogël kur jep kompetenca. Të dy anë, se ne kuptojmë veç një në anë. Kur jap një kompetencë atij që e meriton. Ama edhe më marr kompetencat atij që e meriton është e njëjtë. Edhe andaj probleme që e kemi na në shoqërinë tonë edhe na si shqiptar fatkeqësisht e kemi të njëjtin situatë. Se atij që e meriton nuk ja japim, atij që nuk e meriton ja japim. Edhe pastaj bëhet rrëmuj i jeta jon, edhe mungon zhvillimi, edhe përparimi, edhe mungon inovacioni, zbulimi i gjërave të reja, edhe mënyrave të reja për ta zhvilluar jetën tonë. Kohën që kemi në disponim na përfundojmë, na këtë veç fillu me sharuket të mësim, inshallah taala me mësime dhe porosit tjera vazhdojmë në ditën e ardhshme, duke lutur Allahun na jep ditë të dobishme dhe vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si ne ka bashkuar në këtë xhami për të marrë këtë porosi, e lutim Allahun e Madhëshëm të na bashkon me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në xhennet al-firdaus, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.